Ledioni e quajti Arbana Osmanin gënjeshtare pasi u shpreh se e la vet punën të Top Channel-in, ja çfarë po ndodh, ndërkaq vendoset se ku do të bëhet finalja e madhe Big Brother VIP. Në finalen e madhe të X Factor Albania këtë edicion, ai shtajtketa Vesiu që e ftoi Arbana Osmanin për një prezantim të ri pas 2 vite shkëputje. Pas një shkëputje kaq të gjatë televizive, Arbana u shfaq në televizionin Klan ku foli për herë të parë edhe për arsyen madhore të ndarjes nga ekrani si dhe nga Top Channel-i në veçanti. Ajo sqaroi publikun se kishte nevojë për pushime të largoi pak nga bota e televizionit për të gjetur veten. Pas daljes së saj në televizionin Klan nuk kanë munguar reagimet e komentet e shumta në rrjet. Veç reagimeve në rrjet u duk qartë që nuk munguan as ironinë dhe thumbat nga Ledion Liço një ditë pas finales së X Factorit, ku në mbrëmjen e fundit të Prime-it në Big Brother VIP Albania, ai e nisi Prime-in me përshëndetjen e Arbanës, mirëmbrëma yje, dhe e mbylli mbrëmjen me një shprehje ironi ndaj saj. Ka diçka që është më e ulët dhe më rrezikshme se sa të gënjesh të tjerët, është të gënjesh veten. U shpreh teksa këtë shprehje komentuesit e kanë lidhur drejt për drejt me deklaratën e Arbanës. Nuk mund të themi me siguri që Ledioni quajti Arbanën gënjeshtare, po dim të themi që ironia ishte haptazi dhe e qartë. Nga ana tjetër, në puntatën e fundit të Fan Club, Heidi Baçi ndau dhe disa informacione që kanë ngjallur interes të madh për ndjekësit e Big Brother VIP. Ajo konfirmoi se kjo e diel është episodi i fundit i sezonit të Fan Clubit, por zbuloi gjithashtu se emisioni do të rikthehet me 15 prill me një puntatë speciale ku do të transmetohen materiale ekskluzive. Megjithatë, ajo që shkaktoi më shumë bujë ishte deklarata e saj për finalen e Big Brother VIP, teksa tha: "Finalja nuk do të zhvillohet në një studio si zakonisht, por në 2 studio paralele", ka thënë Heidi, por duke mos dhënë detaje më shumë për mënyrën e realizimit të këtij ndryshimi të madh.